Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 28 mars të 2025. Është një ditë ku ndikimet, edhe pse mos është rëndoni veten tuaj për gjëra që nuk kanë vlerë, domethënë kush e di, mund të presi, për shembull, është një udhtim për të bërë. Le mos po nuk u bë sot, le të bëni ditë tjetër, pra. Nuk u bë nesër, datës 28 po flasim. Atëherë, më mirë prisni të qartësohen gjërat, sepse kur është mjegull nuk i kemi shpejtësinë e 150 km, edhe nëse do ta dim rrugën, se kur nuk shikon përpara, kur nuk je i sigurt, nuk je si vë këmbën. Pra gjithmonë gabojmë sepse jemi të sigurt në atë çka niset i diçka dhe nuk e vërtetojmë. Atëherë nëse nuk vërtetohet, nuk je i sigurt për diçka. Prit pa. Qartësohu vetë një herë çfarë do të bësh. Kthjellohen gjërat, ikën dhe mjegullat dhe nuk shikon 10 metra, por shikon 100 metra larg. Pra di se çfarë bën. Kjo është një anë e mirë dhe kohë e përshtatshme për nisma të reja. Sepse kjo ditë që ka të bëjnë, kemi thënë sepse afërdita është në retrograd, ku është Neptuni tek Peshqit, ku këndet që nisin ose gjitha gjëra që mund të bëjnë, por meqense i referohet dashurisë romancës dhe lidhjet me probleme kanë rikthime. Kjo ndodh nga ora 11 deri në orën 20, ku është një harë kohor pozitiv për bisedime. Jeni pak kohë për të kaluar në lidhje me njeriun tuaj të zemrës, sepse keni lënë pas dore. Dhe kjo lëna pas dore të prish Terezin dhe ky ekuilibri nuk është fort ashtu siç pritet. Prandaj më mirë të qartësoheni, pastaj të veproni. Sepse ndikimi që ka të bëjë, mundësitë që jepet, kjo do të thotë që do t'ju bëjë të udhtoni, që të shmangi disa investime emocionale, shpirtërore apo financiare. Do të thotë që më mirë i lë pak për më vonë gjërat, për nesër, po pas nesër disa çështje bankash, disa çështje që të qartësohem, të marr një letër, të marr dhe një laps, të shkruaj gjërat, të përgatis edhe shoj ku më del dhe kush më del. Jo tani pash diçka unë edhe vetë ta blej. Jo edhe duke harruar se çfarë kam për të dhënë. Pra këtu bëhet fjalë. Prandaj kërkohet durim. Dhe kjo do të thotë që mundësitë që jepen ose pra ata që presin, duhet të presin, ndikojnë pozitivisht, që ka të bëjnë shenjat e ujit, por kanë bëjnë dhe shenjat e zjarit. Shenjat e ujit e dini gafora krep peshk të dhe diqit të vetë, ku e kanë një mundësi për të se përket nismave dhe kohës që ata ndikohen, kurse shenjat e zjarit, si që është dashi, si që është luani, si që janë shigjetarët, kanë një ndikim mjaft të mirë mbas dite, mbas orës 16:30 e tutje, ku dhe ndikimet dhe planetet ju favorizojnë në ekonomi për stabilizimin dhe takimin që do të bëjnë. Pra është mundësi e mirë në këto çështje që mund të ndikoheni dhe mund të realizoni disa plane që ju e keni, sepse tani për tani keni pasur shumë ndikime dhe kjo ka bërë që të nisni diçka të re, por kur jeni të sigurt, pra të çka doni të bëni, atëherë dini shumë mirë ku arrini dhe çfarë doni të përfitoni. Megjithatë, edhe pse juve dini vetë sepse çfarë ka të bëjë dhe ku do të shkoni në lidhje me anën e financave, në lidhje me disa gjëra që mund të ndikoheni dhe në fushën e biznesit, por kjo mbetet për të parë për disa gjëra të tjera, në fakt sepse tani ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me çështjet e mundësive ku kemi afërditën në retrograd dhe përkon me ditën e premte, siç është dita e nesërme, dhe kjo do të thotë që vërtet unë nis diçka, po nuk e bëtis dot sepse nuk kam mundësinë, personi është dera është e mbyllur, nuk gjej kohë për të bërë bisedime. Pra të gjitha këto mblidhen. Duke qenë të sigurt ama, pa unë nxituar, motoja e kësaj dite është eci avash sepse nxitoj. Atëherë kur eci avash, vërtet ke për ta bërë këtë punë, por je i sigurt sepse e ke hedhur këtu. Dhe kur i ke këtu, asgjë nuk ndodh dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por gjërat do jenë pozitive në anën tuaj. Tani, pa humbur kohë, para se të fillojmë parashkimin e kësaj date të rëndësishme në një anë, por të vetëdijshëm atë çka do të bëjmë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar,
ku do ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë, pra ta në diasporë njëherë, sidomos sepse kanë shumë gjëra për të mbyllur tani, dhe duke klikuar tek kjo faqja rozë shikoni atje mund zgjidhni, mund shikoni, hidhni një sy atyre paketave atje, si të doje barë zemrës tuaj. Shikojeni atje, nëse e gjini veten, zgjidhni një nga ato paketa, shkoni tek sekretaria, e klikoni tek sekretaria atje, kur duke klikuar, e klikoni dhe jini zgjidhje, pra duke klikuar tek sekretaria dhe duke parë se çfarë do të bëni në lidhje me shenjat, me radhë, në lidhje me gjërat që do të keni, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me ato që jeni në pritje për zgjidhur problemin tuaj dhe më pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube dhe dëshironi që çdo video, çdo gjë që doni, e keni gati, e klikoni dhe atje në kohën që jemi live, merrni përgjigje live. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat më radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh me shenjën e dashit? Shenjën e dashit duket se tani është një moment që vërtet ka të bëjnë me punën, vërtet ka të bëjnë me karrierën, edhe pse ndodhet në një vështirësi të vogël që keni tani, meqense mundësitë dhe koha është në favorin tuaj dhe dini çfarë bëni, por duhet pasur kujdes paraditja. Lidhjet e dashurisë duket se është me peshore. Vijojmë të shenjë radhës që është shenja e devit. Fokusi më i mirë dhe juve të shenjës së demit ka të bëjnë me disa çështje biznesi. Paradite, mbas orës 12, bisedoni në çështjet që lidhen me anën e dashurisë, me ujor, pregatituni një pasardhës. Po, me ujor, po. Dhe shikoni, do kujtoni. Vijojmë tek shenja e radhës janë binjakët. Dashuria, premtimet në fushën e dashurisë ka të bëjnë shumë me disa ndikime pozitive, sepse është shumë e rëndësishme ana ekonomike, është shumë e rëndësishme periudha që ndodhin fenomenet dhe kjo kohë ju bën të ndjeni mirë në fushën e punës suaj dhe një lajm shumë të mirë që do të merrni vjen nga larg, shumë larg madje. Është dokument, është një çështje e lënë pezull dikur dhe tani realizohet. Tu do jemi, do e shikojmë. Dashuria me akrep të dhjetit të dytë është diçka pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Fokusi më të madh miqtë të shenjës të gafores do ta keni tek dokumenta, tek letrat, sepse një dokument që prisni ose një takim që keni në orën 2, mos u shqetësoni se nuk ndodh sot ky takim. Se ka mund të ketë disa gjëra që mund të jenë lëna pezull, por janë të realizueshme. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por bini pas gjërave që do të ndikojnë në favorin tuaj dhe mundësitë të reja që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të dhjetit të parë dhe ujor të dhjetit të tretë, duket se janë pozitive dhe jo negative. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Luanët dashur, sado që të tretët flasin për juve, sado që i keni pasur probleme, keni pasur gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç duhet, por në mënyra se si kanë ardhur gjërat është krejt ndryshe, është një mundësi mjaft e mirë tani në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimin që do të keni dhe çështjet që do të jepen tani e tutje, por gjërat janë në favorin tuaj dhe jo probleme që mund të keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, një gëzim shumë i madh është me bricjap. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shenjës së virgjëreshës. Virgjëresha, fokusi më të madh sot, paradite, do ta keni tek puna. Jeni në rol e drejtues. Dëgjoni 500 vetë dhe bëni si dini vetë. Asgjë mos bëni pa ju të konsultoheni me njerëz të rëndësishëm. Se jeni vetë konsultativ. Ju jeni vetë që dini çfarë bëni. Nuk ka nevojë për mësim juve. Kështu që kjo është diçka shumë e madhe dhe shumë pozitive në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me binjak, duket se do t'i zgjidhni problematikat që keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për peshorët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për zgjidhur gjithçka kërkohet dhe juve dëshironi. Por momentet janë të mira dhe jo problematike. Në një udhëtim dashurie do jetë me dëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë akripët.
Me akrepët ka një zgjidhje, sepse akrepët gjithmonë nisin diçka, por e bëtisin në kohë. Ajo çka do të keni kujdes, një ndarje që është bërë para një muaji gjysmë, bashkoheni, do të thotë megafore. Do shikoni, do kujtoni, këtu do jemi. Dhe lëkumët i duan se ka për të realizuar kjo megafore, edhe pse keni pasur probleme. Shkojmë të këshën e radhës, janë shiketarët. Mundi nuk do të shkoj kohë shqiptar dashur, edhe pse do jenë pak në vonesa, kada 5 ditë ose një javë gjëra që do të vinë gradualisht në fushën e punës dhe të karrierës suaj. Është një mundësi, një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për arsye të punës suaj, sepse ndikimet që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen, është një kohë shumë e mirë dhe tepër përshtatshme në fushën e biznesit të karrierës suaj, në fushën e ndryshimeve të mëdha që keni, dhe është një moment mjaft i mirë tani ku gjërat do të realizohen fal mundësive dhe kohës suaj që juve keni në fushën e punës suaj, në fushën e karrierës, dhe ndryshime që do të keni nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në vazhdimsi. Në çështje që lidhen me një çështje shpirtërore e lënë pas dore, do të thotë me vërtetërisht të ditë të dytë. Por koha tregon që juve jeni me fat dhe i keni mundësi për zgjidhur çështje të mëdha. Vijojmë të këshën e radhës, që janë shenjës Britqapit. Për sa përket Britqapëve do duket se sado që gjërat janë që ndikoheni, por kjo periudhë është periudhë e mirë në lidhje me nisma të reja, në lidhje me një takim që do të keni tani të utje. Ky është një takim rutinë, mund t'i themi ne, po nuk është rutinë për Britqapët, sepse Britqapët diçka tjetër duan, ose në rolin e drejtuese dhe kërkojnë ndryshime të një pasqyrshme tani për tani, ose kanë bëjnë me punën dhe me karrierën, me disa gjëra që vërtet kanë mundësit, vërtet i kanë të gjitha gjërat në dorë dhe mund t'i realizojnë, sepse kjo periudhë është periudha mjaft pozitive dhe keni shumë alternativa për sa përket karrierës suaj. Dhe kjo do të thotë që vërtet dini çfarë bëni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dash dhe me virgjëresh duke të mbara një problematikë e vogël që pasur ka qenë me akrep të 10 ditë parë. Shkojmë tek shenja radhës, që janë ujorët. Çfarë ndodh me ujorët dhe kur ujorët nisin diçka dhe e bëtisin? E bëtisin tani, sepse është kjo periudhë, është ky moment, është momenti i artë në fakt për punën dhe për ndryshimin që mund të keni. Me kësë ndikoheni shumë, sepse ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me një takim të papritur të punës, të karrierës, por dhe ndryshimi i madh që vjen tani në këtë periudhë. Dhe koha tregon që jeni me fat dhe i keni gjitha gjërat në dorë juve për stabilizuar ekonominë dhe stabilizimin e financave. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe me ujor duke se janë të mbara dhe jo problematike. Vijojmë të kësaj radhës, që janë shenjës së peshqeve. Për sa përket peshqeve, unë do thosha për peshqit kam shumë për të thënë dhe sa kanë bëjnë peshqit në fushën e biznesit. Janë peshqit gjithmonë asnjëherë nuk ngelen bosh në fushën e punës tyre, edhe pse nuk marrin atë që është e pritshme, por diçka marrin. Ajo diçka është gjë e madhe, sepse merr sot 5, pas nesër i ke 25. Prandaj juve hani si mit, jo si ari. Dhe kjo është janë e mirë dhe një stabilizim financiar, ekonomik, një stabilizim që gjërat do jenë në favorin tuaj, do i keni mundësi për zgjidhur çështje problematike, por në kohën e dur gjërat mund të jenë në disi mënyra si vijnë gjërat, janë mjaft pozitive. Është një kohë shumë e mirë e mbar në anën tuaj, por në anën tjetër i keni edhe mundësi të reja që do të keni në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me gjërat në pozicionimin e planeteve për kohën e dur dhe momentin e dur që është tani. Por gjithsesi kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për sa përket punës suaj, për sa përket karrierës suaj dhe dini shumë mirë gjërat të realizohen. Në një çështje që keni pasur një udhëtim, juve që jeni në për shembull në vendet nordike, për shembull në Danimark, ose në krahun tjetër, për të ikur nga aty për vetëm një vend tjetër, është e mundur që të ndodhi, ose për juve që jeni në Gjermani, flasim për çështje të dokumentacioni, është momenti që mund ta rregulloni dhe mundësitë e reja në të gjitha anët është mundësi shumë e mirë dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon në fushën e karrierës suaj dhe jeni në klubin e fitimeve dhe ndryshimeve të mëdha që të keni miqtë e mi, sidomos të 10 ditë të tretë të kësaj shenje ndikoni pozitivisht, edhe pse afër dita që është në retrograd në ditën
nesërme të ditës së premte, ku është mundësia, është momenti dhe vendimet mund të merren të tani. Por ana tjetër, edhe pse keni pasur një ndarje me binjakët e diçit të dytë, duket se tani juve përfitoni dhe nuk humbisni. Ishin këto pra pak a shumë për sa përket pikërisht datës 28 mars të 2025. Por para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, kemi pikërisht këtë faqe roz këtu, aty mund zgjidhni çdo lloj pakete që ju intereson ose i diçka, nëse nuk e gjeni veten aty, atëherë mund të shkruani tek ai kuadrati i vogël atje e dritarja, atje është sekretaria, mund të shkruani dhe pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it në lidhje me çështjet që ju intereson dhe për çka juve dashuroni apo dëshironi apo kërkoni apo doni lidhje apo doni kohën e mirë për të zgjidhur, i keni gjithë atje. Por juve që doni që çdo video Astrologu Pikant nga kanë në YouTube dhe dëshironi që ky butoni këtu ju ndihmon në çdo lloj drejtimi, i shikoni, i klikoni të gjitha ata, mund të ndiqni ato hapa dhe duke ndjekur ato hapa jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigje. Unë Ropulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.